Mazhoranca socialiste dhe kreu i kuvendit Niko Peleshi kanë vjuar të bllokojnë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku në shkelje të rregullores. Për të pestën herë radhazi, kryeparlamentari refuzoi të mbledh këshillin e mandateve për të shqyrtuar kërkesën e prokurorisë, pavarësisht firmave të 5 deputetëve të opozitës, të cilët bën kërkesë për thirrjen e mbledhjes, ndërsa i gjetën sërish mbyllur dyert e kuvendit. Kjo është situata. Para Roçelçe, nuk përgjigjet as Niko, as administrata. Deputeti demokrat Erdbil Lykbashi deklaroi se arrestimi Belinda Ballukut po pengohet nga kryeministri Edi Rama për shkak se ai është veti përfshirë në aferat korruptive për të cilat akuzohet zëvendës kryeministria. Pas 5 kërkesash të vazhdueshme, përsëri kryetari i kuvendit dhe mazhoranca në shkeljet kushtetutës dhe të rregullores kuvendit bllokojnë kërkesën e prokurorisë posaçme për të hequr imunitetin. Urdhri vjen i pastër nga Edi Rama. Si atë ditë kur u ndërprej mbledhja, si në vazhdim për të mos lejuar që Këshilli të bëjë detyrën e vet kushtetuese. Me këto veprime, sigurisht Edi Rama nuk bën gjë tjetër, kërkon të mbrojë veten e vet. Ndërsa kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi ju përgjigj kërkesës nga deputetë të tjerë për të publikuar dosjen me prova që SPAK i ka dorëzuar Këshillit të mandateve duke i kërkuar heqjen e imunitetit për Belinda Ballukun. Kërkesa e prokurisë është që do duhet ruhet sekreti hetimor që të mos cënohen hetimet që vazhdojnë nga prokuria e posaçme. Deputetët demokrat paralajmëruan se do dorëzojnë padim për kreun e kuvendit Niko Peleshi për kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme me qëllim pengimin e punës së Këshillit të mandateve dhe bllokimin e drejtësisë.